për ju. Faleminderit shumë për kohën, po flasim për dy çështje goxha me rëndësi. Po e nisim atë të Evropës, a është friksuar Evropa të përdor asetet e ngrira ruse pas kërcënimeve që kanë ardhur drejt Rusisë, meqense nuk i përdori ato? Asetet e ngrira ruse në Shtetet e Bashkimit Evropian janë një goxha pasuri e madhe, e cila sipas atyre që i kemi lexuar i tejkalojnë shifrat e 100 miliardë dollarëve. Mirë po problemi i Bashkimit Evropian me pasuritë e Rusisë brenda BE-s është i një natyre të thellë, sepse ata nuk mund të bëjnë diçka pa një koordinim dhe pa një dakordancë të plotë të Shtetet të Bashkuara të Amerikës lidhur me këto asete. Nevojat e Ukrainës janë gjithmonë e në rritje për të përballuar luftën të cilën po e zhvillon Rusia në territorin e saj dhe për të mos humbur më tepër toka nga ato që tashmë i ka humbur. Ekonomia e Ukrainës është një ekonomi e cila nuk garanton qëndrueshmëri në një situatë të tillë lufte, prandaj ajo duhet ndihmuar dhe Bashkimi Evropian tashmë është brenda, si themi, është në një situatë brenda dy zjarresh. As nuk mund të lejoj të mos e ndihmoj Ukrainën, sepse kjo do të thotë më pak siguri për vetë Evropën, dhe në anën tjetër nuk i ka aftësi dhe kapacitetet të përdor pasuritë e Ukrainës e Rusisë të ngrira në Shtetet e BE-s, domethënë që t'i përdor kundër vetë Rusisë pa ndihmën amerikane. Dhe në qoftë se i referohemi planit të Trumpit, planit 28 pikësh, në të cilën, domethënë, deri diku ishin rënë disa orientime se çfarë duhet bërë me Ukrainën, kush do ta rindërtonte atë dhe cilat do të ishin firmat ose shtetet përfituese nga rindërtimi i Ukrainës. Pra mendoj që janë brenda dy zjarreve dhe për këtë arsye në pamundësi për të tërhekur nga ndihma me tejshme e Ukrainës dhe në pamundësi për të shfrytzuar asetet e ngrira ruse nga mosguzimi i tyre, sepse mund të kenë konsekuenca të tjera, ata janë detyruar domethënë të shikojnë një version të tretë, jo t'i japin donacione Ukrainës për t'i përdorur në luftë dhe në ekonomi, por t'i japin hua dhe duan të dalin si një faktor në të cilin ata vetë kanë, domethënë si faktor i cili vetë ka interesat të mëtejshme, domethënë në Ukrainë. Pra duan të japin hua asaj që të jenë akter në rindërtimin e saj, domethënë që të mos jetë bashkë lehtë largimi i BE-s, që themi, nga çfarëdo marrëveshje me Ukrainën. Për Ukrainën. Po, Blakaj, ka mundur të ketë ndikuar edhe kërcënimi që erdhi nga Rusia gjatë ditës së djeshme, e cila tha se nëse përdoren asetet e ngrira ruse, do të kemi një hakmarrje të ashpër? Këto janë, si themi, retorika të cilat vijnë nga Rusia, po problematika nuk shfaqet nga retorika, po problematika shfaqet nga aftësia për të mbështetur ose jo atë retorikë zyrtare që del nga gojët e udhëheqësve rus. Dhe problemi në këtë rast është që Rusia fatkeqësisht, gjithmonë e themi në kuptimin fatkeqësisht, ka kapacitete për të bërë veprime konkrete të cilat do t'i kushtojnë ekonomisë evropiane. Qysh në mbarim të luftës së dytë botërore, Rusia ka arritur të krijojë teknologji të lartë të sabotimit. Dhe në qoftë se ju kujtohet, kishim ndërprerje të energjisë elektrike në Francë, kishim domethënë pengime në fluturimin në aeroporte dhe të tjera, dhe atë Nord Stream që u bombardua, në kanali i rrjedhjes së gazit që u bombardua dhe të tjera. Të gjitha këto mund t'i bëjë Rusia sepse ka teknologjinë për të bërë vepra të sabotimit të tillë. Ajo ka teknologji t'i presë edhe kablot në ujorët e internetit që lidhin kontinentin e Evropës dhe mund të bëjë domethënë një hakmarrje, si themi, që do ta kushtonte vetë ekonominë e Evropës. Dhe gjithmonë politikanët të cilët kanë aftësi
për t'i vërtetuar fjalët e tyre me veprime konkrete janë ata të cilët duhet të merren seriozisht dhe fatkeqësisht Evropa e di kapacitetin e Rusisë për ta ndikuar dhe për ta sabotuar ekonominë evropiane. A janë pikërisht këto të cilat ju i përmendet, ndoshta